i këtyre familjeve të jashtëzakonshme. Bashkimi i Trojave Shqiptare, realitet që do të ndodhë shpejt apo ëndër e ka moç me shqiptarëve? Kjo është diçka që ne kemi në dorë. Rikthehemi prapë te të njëjtat gjëra. Është diçka që është në dorën tonë. Nuk do presim që gjërat na i bëjnë tjerët. Gjërat duhet i bëjnë vetë. Ne ende nuk kemi zgjidhur problemet më elementare mes shqiptarëve. Ne ende kemi një kufi atje, ndërkohë që Shqipëria dhe Kosova po shohin drejt Europës, ne me njëri tjetrin, ne shqiptarët, duhet paraqesim pasaportën apo kartën e identitetit kufi. Po shkojmë nga Shqipëria në Shqipëri. Pra, po shohim drejt Europës Bashkuar, po pse duhet me pas frikë ne shqiptarët, minimalisht mos me pas nevojën për me tregu dokumenta. Nuk është momenti, apo nuk duhet me pas frikë me thonë që historia jonë është e përbashkët sepse e tillë është. Si mund të ta mohojmë atë që është? Si mund të kërkojmë ta fshim të shkuarën dhe të ndërtojmë një të ardhme të re? Po se ndërtojmë dot. Është e rreme, është si akalaja e rërës, kalat e rërës bien, i merr deti. Shqiptarët kanë sakrifikuar kahershëm për ta mbajtur në këmbë një kështjellë të fortë, që është kështjella e shqiptarisë. Dhe nuk mund të vim ne sot dhe të rrëzojmë atë kështjellë që është ngritur me gjakun e dëshmorëve. Është e thjeshtë. Bravo. Kryetar, pyetja njëjtë për ty. Unë thash edhe parës që do të na jemi në atë rrugë kemi bërë nga vetë ne sot, në veçanti nga udhëheqësit politik të vendeve tona, do të liderët politik, po që kanë ndryshuar shumë rregullat lojës. Do të ndër vite, ne mund bëjmë shumë gjëra të përbashkëta, që nuk na ndal askush. Do të edhe tek kufiri, ka qenë 2 pika kufitarët, tash është vetëm një. Do të po që janë rregullat e Bashkimit Evropian, procedurat cilat edhe Shqipëria nuk mund të anashkaloj për shkak hyrjes në Bashkimin Evropian apo viza Schengen. Kështu që unë mendoj që jemi në rrugë të mirë, po që ka ende shumë punë për të bërë në drejtim. Sigurisht. Por që mund të bëjmë më mirë. Absolut. Sigurisht.